Kosova ka një nga shkollat më të ulta të pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore në botë, me vetëm 20.2% të grave në moshë pune të angazhuara në tregun e punës, krahasuar me 43.9% të meshkujve. Kjo pabarazi gjinore është edhe më e theksuar në mesin e grave të moshës së mesme, me norma të punësimit deri në 22.7%. Projekti The Workplace Equality Women Empowerment Project i udhëhequr nga rjeti CSR Kosova dhe UN Women po nxit një ndryshim transformues drejt një tregu pune më gjithëpërfshirës dhe të barabartë. UN Women globalisht ka mision që të promovojë barazinë gjinore dhe të sigurohet që gratë dhe vajzat t'i gëzojnë mundësitë e barabarta. Dhe kemi zhvilluar platformën Parimet për fuqizimin e grave apo Women Empowerment Principle në bashkëpunim me Global Compact. Që kur nisëm lobimin në 2021 në Kosovë, numërojmë 25 nënshkruese të parimeve të websit dhe tani në partneritet të ngushtë me CSR Network, kemi arrit të shumëfishojmë këtë numër. Në projektin e përbashkët që kemi në partneritet me CSR Network Kosova, janë zhvillu disa plane veprimi për barazi gjinore që për fokus kanë barazin gjinore me kompanit private. Besoj fuqishëm që fuqizimi i grave nuk është vetëm një gjë e drejtë për të bërë. Është imperativ ekonomik, sepse vendet e punës që kanë diversitet janë gjithëpërfshirëse dhe i fuqizojnë gratë, gëzojnë më shumë produktivitet, inovacion dhe qëndrueshmëri. Prandaj, i ftoj të gjitha bizneset në Kosovë që të na bashkohen në këtë rrugtim transformues për të gjithë komunitetin. Me përkushtimin e drejtuesve të sektorit privat për fuqizimin e grave, progresi domethënës tashmë po merr formë në sektor të ndryshëm. Through our collaboration with UN Women and CSR Network Kosova, we have taken important steps to evaluate our current practice and develop a comprehensive action plan aligned with the 7 principles of WEPS. We are deeply grateful to UN Women and CSR Network Kosova for including us in this impactful project and for their unwavering dedication to promoting equality and diversity in Kosovo. This partnership plays a crucial role in driving meaningful progress and advancing the gender equality agenda, not only within our company, but also across the broader community. Kompanitë e sektorit privat po punojnë për të mbyllur hendekun gjinor, për të krijuar mjedise gjithëpërfshirëse të punës dhe për të fuqizuar gratë që të arrijnë pavarësinë ekonomike. Në Cox Education, barazia gjinore nuk është thjesht një qëllim, por një vlerë e integruar në çdo aspekt të punës sonë. Si nënshkrues të parimeve të fuqizimit të grave, pra 7 parimeve të webseve, ne kemi shprehur gatishmërinë tonë në këtë projekt për vlerësimin e hendekut gjinor tek ne dhe ngritjen e kapaciteteve tona në këtë drejtim. Për këtë dhe jemi falëndërues projektit me Kosovo CSR Network dhe UN Women që na ndihmojnë që të zbatojmë sa më mirë 7 parimet e webseve. Përmes këtyre iniciativeve tonave ne gjithashtu mundojmë të kontribuojmë në zvogëlimin e hendekut gjinor në fushën e teknologjisë informative në vendin tonë. Si pjesë e projektit për barazinë në vendin e punës, secila kompani ka hartuar një plan veprimi për barazinë gjinore. Meridian Express është njëra ndër kompanitë kosovare të cila në vitin 2021 nënshkroi për herë të parë parimet e fuqizimit të grave apo ndryshe njohur websat. Rreth 54% e stafit menaxherial janë pozita të cilat udhëheqen nga gratë dhe në njëjtën kohë rreth 60% total numrit të stafit është gjinisë femrore. Në bashkëpunim me Kosovo CSR Network dhe UN Women kemi arritur që vitin e kaluar të lansojmë një kampanjë e cila ka të bëjë me fuqizimin e grave, me një fokus të veçantë në fuqizimin e grave të moshës së mesme apo atyre me moshën mbi 40 vjeçare. Rreth 35% e totalit të grave të punësuara në Meridian Express janë të moshës mbi 40 vjeçare dhe në vazhdimsi jemi duke investuar që të trajnojmë, të japim mundësi dhe të japim hapësirë për zhvillimin e tyre në karrierë dhe të jetën kohë marrjen e përgjegjësive më të mëdha brenda kompanisë. Sektori privat në Kosovë ka mundësinë që ta vënë në funksion potencialin jashtëzakonshëm të mira grave në Kosovë që nuk janë kyçur ende në tregun e punës. Padyshim që sektori privat tashmë po luan një rol kyç dhe po sjell ndryshime të rëndësishme në drejtim të avancimit të agjendës për barazinë gjinore në tregun e punës, për krijimin e kushteve për pavarësinë financiare të grave dhe më tutje për të zvogëluar këtë hendek të theksuar të barazisë gjinore në vendin e punës.
Ne, si rrjet i bizneseve, në partneritet të ngushtë me UN Women, përmes vlerësimeve të synuara, zhvillimit të planeve të veprimit, punëtorive dhe fushatave të ndërgjegjësimit publik, po bëjmë hapa të rëndësishëm me sektorin privat të Kosovës në këtë drejtim. Por, mbetet ende shumë punë për të bërë. Andaj, ftoj edhe më tutje sektorin privat që të na bashkohet në misionin për zhvillim të qëndrueshëm, për krijimin e mundësive për fuqizimin ekonomik të grave dhe për nxitjen e barazisë dhe të gjithë përfshirjes në vendin e punës. Së bashku, ne mund të ndërtojmë një të arme të ndritur, ku sektori privat udhëheq rrugën në krijimin e mundësive të barabarta dhe një vend pune më gjithë përfshirës dhe të drejtë për të gjithë.